Sot do të hymë në dhomën e urgjencës së një biznesi. Kemi një rast studimi që sinqerisht i ngjan më shumë një dramë mjekësore se sa një plan i biznesi. Pacienti, një fast food në prag të kolapsit total, diagnoza e mjekëve, kaos operacional. Trajtimi? Ai është një transformim radikal. Dhe kura e premtuar? Mbajeni mend këtë shifër, një kthim investimi prej 126%. Dhe gjithçka nis pikërisht këtu, me këtë thirrje, gati për ndihmë, sinqerisht po luftojmë. Këto nuk janë thjesht fjalë, dini, ky është alarm i kuq. Nuk po flasim për një sfidë zakonshme biznesi, po flasim për një betejë të vërtetë për mbijetesë. Këto fjalë nga menaxheri na tregojnë saktësisht sa serioze ishte situata. Mirë, atëherë le t'i futemi punës si mjek. Pjesa e parë, diagnoza. Duhet të kuptojmë saktësisht se cilat ishin simptomat që po e çonin këtë biznes drejt greminës. Të shohim nga afër këtë kaos operacional. Dhe ja ku e kemi, shenjën e parë jetike, dhe është alarmante. 11 minuta. 11 minuta ishte koha mesatare për të marrë një porosi. Në botën e fast foodit ku çdo sekond vlen, kjo është praktikisht një përjetësi. Vetëm ky numër, pa para asgjë tjetër, na bërtet se diçka ishte thellësisht gabim. Tani, për ta kuptuar sa keq ishte kjo, le ta krahasojmë pak. Gjigantët e industrisë, mendoni për McDonald's, e kanë objektivin rreth 90 sekonda. Ky biznesi ynë, më shumë se 7 herë më i ngadalt. Kjo nuk është thjesht një problem i vogël, kjo do të thotë që praktikisht je jashtëloje. Mirë, simptoma e dytë po aq alarmante. 70%. Imagjinoni pak, 70% e çdo euroje që hynte në arkë avullonte menjëherë për të mbuluar kostot. Kjo është si të përpiqesh të mbushësh një kovë me vrima. Ishte një gjakderdhje financiare që po e linte biznesin pa asnjë pikë fitimi dhe në një rrezik të jashtëzakonshëm. Por prisni, se nuk mbaron me kaq. Kjo sëmundje ishte përhapur në çdo cep. Stafi ikte e vinte pa pushim. Ushqimi, një herë një hamburger dilte kështu, herën tjetër ashtu, zero standard. Klientët ankoheshin pafund. Inventari një rrëmuj totale. Dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, porosit online përplaseshin me ato në restorant duke krijuar një kaos të plot. Pra, pamja ishte e zymt është pak të thuash. Dhe pikërisht këtu, në këtë moment krize, hyn në sken eksperti. Le ta quajmë Dr. Beni. Dhe ai vjen me një filozofi shumë të qartë. Për ta shëruar këtë pacient nuk mjaftojnë fashat. Duhet ndërhyrje kirurgjikare. Duhet ndërtuar gjithçka nga e para, mbi një themel të ri dhe të shëndetshëm. Dhe ja ku e kemi recetën e tij. Një plan i plot, i bazuar në 7 shtylla të forta. Kjo nuk ishte një zgjidhje e shpejtë, por një strategji e mirëmenduar për të sulmuar çdo simptom që pam. Nga standardizimi i proceseve e deri te menaxhimi i kostove, ishte një plan total për t'i rikthyer pacientit ton shëndetin dhe energjinë. Okej, mjaft me teori. Tani, le të shohim se si u bë operacioni, si u përkthyen këso ide të mëdha në veprime konkrete, aty në vijën e parë të betejës, në kuzhinë, çfarë ndryshoi realisht? Ja ku është arma sekrete kundër kaosit, SOP, ose thënë thjesht procedurat standarde operative. Ideja është geniale në thjeshtësinë e saj. Mendoje kështu, në vend që secili të gatuaj me sy dhe sipas qefit, tani ka një recetë të vetme, të detajuar për çdo gjë. S'ka më hamendje, s'ka më improvizime, vetëm qëndrueshmëri dhe cilësi, çdo herë. Dhe për ta bërë fare të qartë, le të marrim shembullin e një hamburgeri. Tani gjithçka bëhej me rregulla. Buka piqet për eksaktësisht 45 sekonda. Salca hidhen saktësisht 1.5 ons dhe jo kuturu, por sipas një modeli specifik. Përbërësit vendosen sipas një rendit caktuar. E dini cili është rezultati? I njëjti hamburger i shishëm dhe perfekt, çdo herë të vetme, kushdo qoftë në kuzhinë. Ky pra është ilaçi kundër rrëmujës. Pastaj kishim një tjetër infarkt në sistem. Imagjinoni një rrugë me një korsi të vetme, ku përpiqen të kalojnë edhe makinat, edhe kamionët. Kështu ndodhte me porosit. Klientët në restorant dhe kurierët e deliveryt ishin në luftë për të njëjtën kuzhinë, për të njëjtin staf. Rezultati? Një bllokim total trafiku, ku të gjithë prisnin, të gjithë nervozoheshin dhe biznesi humbiste. Dhe zgjidhja? E thjesht, por brillante. Në vend të asaj rruge me një kursi, çfarë bën? Ndërton një kursi të dytë. U krijuan 2 linja pune të ndara.
Njëra vetëm për klientët në restorant, tjetra e dedikuar 100% për porosit online. Me një lëvizje të vetme, bllokimi u zhduk. Efikasitet, shpejtësi dhe më e rëndësishmja, klient të kënaqur. Mirë pra, diagnoza u vendos, operacioni u krye. Tani vjen pyetja më e rëndësishme, a do t'ja dal pacienti? Cili ishte parashikimi pas këtij trajtimi intensiv? Le t'u hedhim një sy shenjave jetike të projektuara për të ardhmen. Dhe shikoni këto shifra, pritshmëritë ishin thjesht dramatike. Koha e shërbimit synoi të përgjysmohej nga 11 minuta në më pak se 6.5. Kostot operacionale nga 70% e frikshme të zbrisnin në 63%. Dhe goditja finale, fitimi mujor, nga 7.500 euro të kërcente në mbi 12.000 euro. Këto nuk janë rregullime të vogla. Ky është një transformim total. Kjo grafike tregon më qartë se çdo gjë tjetër. Shikojeni atë kërcim, një rritje prej më shumë se 60% në fitimin mujor, dhe kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme. Të rregullosh operacionet nuk do të thotë thjesht të lëvizësh më shpejt, do të thotë të ndërtosh një biznes që është rrënjësisht më i shëndetshëm dhe, sigurisht, shumë më fitimprurës. Sigurisht, një mrekulli e tillë nuk ndodh brenda natës. Nuk ishte një shkop magjik. Ishte një plan i qartë, hap pas hapi, për 12 muaj. Fillimisht u ndërtuan themelet me standardizim. Pastaj u shtua teknologjia për shpejtësi. Më pas, fokusi kaloi te cilësia dhe kostot. Dhe në fund, e gjitha kjo u bë pjesë e ADN-së së kompanisë, një kulturë e përmirësimit të pafund. Natyrisht, ky trajtim kishte një kosto. Investimi total për gjithë këtë punë, konsulenca, teknologjia e re, gjithçka, ishte 24.000 euro. Tani, kjo mund të tingëllojë si shumë, por duhet ta shohim si investim, dhe çdo investim matet me kthimin që sjell. Pra, le ta shohim. Dhe ja ku është shifra kryesore e gjithë kësaj historie. 126%. Ky ishte kthimi i investimit i llogaritur vetëm për vitin e parë. Thënë më thjesht, për çdo 1 euro të shpenzuar për këtë transformim, biznesi pritej të fitonte mbrapa 1.26 euro fitim të pastër. Pra, jo vetëm që investimi e shleu veten plotësisht, por solli edhe një fitim fantastik sipër. Por pjesa më e bukur është kjo. E gjithë kjo punë nuk u bë thjesht për të shpëtuar biznesin nga mbytja. Jo, duke krijuar sisteme kaq të forta dhe efikase, u ndërtua një model që ishte gati për të shumëfishuar. Tani, ky biznes mund të hapej në lokacione të reja, mund të jepej si franshize, ishte gati për të ardhmen. Nuk ishte thjesht një kurrë, ishte një palestër që e bëri biznesin muskuloz dhe gati për rritje. Dhe gjithçka përmblidhet në këtë fjali të Dr. Benit. Përsosmëria nuk është një event, nuk është një diplom që e merr dhe e var në mur. Është një zakon, diçka që e bën çdo ditë. Mësimi më i madh këtu është se nuk ka vi finishi. Puna nuk mbaron kurrë, përmirësimi nuk ndalet kurrë. Dhe kjo na sillte një pyetje e fundit, por thelbësore për të gjithë ne. Nëse e pranojmë që përsosmëria është një zakon, një proces i pafund, atëherë pyetja mbetet e njëjtë për çdo biznes, për çdo iniciativë, për çdo. Cili është hapi i parë?